Ju del gjumi në mes të natës, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Thuaj se çdo person ka pasur kualitet të dobët të gjumit kur është zgjuar në mes të natës, por shumica zakonisht nuk kanë nëpërse të brengosen sepse shkaktari shpeshherë është alkooli, konsumi i kafes gjatë ditës, sidoqoftë. Nëse zgjidhni edhe mënyrën e duhur të jetesës, do ta keni më të lehtë të trajtoni shqetësimin tuaj. Nëse zgjoheni shpesh gjatë natës, mund të jetë e vështirë edhe në shëndetin tuaj t'i bëjë balë një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim shkaqet kryesore, pse ju mund t'ju dalë gjumi në mes të natës dhe çfarë duhet të bëni për të trajtuar këto komplikacione. Një arsye e madhe mund të jetë diabeti. Nëse keni probleme me gjumin, atëherë kjo është një shenjë tipike e diabetit të tipit 2. Sëmundja është kur nivelet e sheqerit në gjak janë shumë më të larta dhe kjo mund të ndikojë në cilësinë tuaj të gjumit. Ankthi dhe depresioni mund të jenë një faktor pse ju del gjumi në mes të natës. Personat të cilët të vuajnë nga ankthi dhe depresioni shpeshherë kanë të vështirë të flenë gjumën si duhet. Për këtë problem, ekspertët rekomandojnë medikamente të duhura të përshkruara nga mjeku dhe konsulta me specialistin. Apnea e gjumit mund të jetë një tjetër arsye. Kjo është një nga shkaqet më të zakonshme pse njerëzit zgjohen në mes të natës dhe kjo mund të krijojë vështirësi edhe në rutinën e tyre ditën e ardhshme. Djersitja gjatë natës, dhimbja e kokës në mëngjes, shtypja e lartë e gjakut mund të jenë gjithashtu shkaqet kryesore pse ju po vuani nga këto komplikacione. Pirja e tepërt e duanit mund të jetë një faktor i nxitjes së pagjumësisë. Pirja e tepërt e duanit mund të jetë një arsye pse ju e keni të vështirë të flini në mbrëmje dhe kjo lidhet gjithashtu edhe me vështirësinë për të fjetur. Urinimi në mes të natës. Një prej shkaktarëve më të mëdhenj të këtij problemi është gjithashtu nevoja për të urinuar në mes të natës. Kjo zakonisht ndodh kur pini shumë lëngje përpara gjumit, por mund të lidhet edhe me faktorë të tjerë të shëndetit, ndaj një konsult me specialistin është gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj. Shumë njerëz e kanë të vështirë të flenë gjatë natës dhe vuajnë shpesh nga pagjumësia. Nëse ajo nuk trajtohet dhe mbahet nën kontroll ashtu si duhet, do të fillojë të krijojë komplikacione të njëpasnjëshme në shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët kanë renditur disa nga problemet kryesore pse ju mund të zgjoheni gjatë natës. Ju mund të vuani gjithashtu edhe nga terrori i natës. Terrori i natës është ndryshe ankthi. Gjatë kësaj eksperience të frikshme njeriu qëndron zgjuar, por se kupton çfarë po ndodh me të. Madje edhe njerëzit përreth nuk kujtojnë çfarë ka kaluar dhe krijojnë gjithashtu ankth të shtuar, që ndikon varësisht në shumë faktorë të tjerë të shëndetit edhe nxit komplikacione të organizmit tuaj. Mund të vuani nga problemet e pagjumësisë. Pagjumësia ose insomnia nuk është vetëm mungesa e gjumit. Një nga faktorët është edhe aftësia e qëndrueshme për të mos fjetur si duhet. Nëse vuani shpesh nga këto shqetësime, është më mirë të konsultoheni me specialistin, pasi në të kundërt problemet që i kanosen shëndetit tuaj do të ndikojnë në drejt për së drejti në një sër faktorësh të shëndetit. Nëse vuani nga pagjumësia ose e njohur ndryshe si insomnia, është më mirë të flisni me mjekun tuaj specialist për të ndërmarrë hapat e duhur për trajtimin e këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha të siguroni edhe një gjumë më të mirë duke u bazuar nën këshillat e një eksperti. Orë të tëra përpara kompjuterit mund të ndikojnë gjithashtu në cilësinë e dobët të gjumit. 30 minuta ose më shumë të qëndruarit përpara kompjuterit ose telefonit ose laptopit mund të ndërlidhet gjithashtu me cilësinë e dobët të gjumit. Është një faktor kryesor që shpesh mund të ndikojë në shumë aspekte të shëndetit tuaj. Nëse jeni një person që qëndroni shumë përpara pajisjeve teknologjike, kjo sigurisht që do të ndikojë në faktorin tuaj të cilësisë së gjumit. Ju mund të vuani nga ankthi dhe depresioni, dhe kjo të lidhet gjithashtu dukshëm me shëndetin e dobët. Ankthi dhe depresioni ecin paralel me cilësinë tuaj të dobët të gjumit dhe mund të ndërlidhen edhe me faktorë të tjerë të shëndetit mendor,
Ndaj, konsulta me specialistin është gjëja më e mirë që mund të bëni për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Gjumi është një nga elementet më të rëndësishëm të mirëqenies së një personi dhe mungesa e tij mund të ndikojë drejt për së drejti në performancën e tij fizike dhe atë mendore. Nëse jeni një person që shpesh o vuani nga këto komplikacione, është më mirë të flisni me mjekun tuaj specialist, pasi kjo gjë mund të ndërlidhet edhe me një imunitet të dobët, gjithashtu edhe cilësinë e jetesës së dobët. Një nga faktorët që duhet analizohet është kur zakonisht flini dhe zgjoheni për të filluar një ditë të re. Në këtë video do të listojmë edhe oraret kryesore të gjumit dhe mesazhet ato që përcjellin për trupin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Nëse e keni të vështirë të flini midis orës 21 dhe 23, ju mund të vuani nga stresi, prandaj rekomandohet të bëni aktivitete të cilat lejojnë pushimin dhe relaksimin më të mirë të trupit, gjithashtu edhe të imunitetit tuaj. Ju mund të bëni meditime për të përmirësuar gjumin. Çaji para gjumit është një nga opsionet më të mira që mund të shtoni. Nëse keni të vështirë të flini midis orës 23 dhe 01 të mëngjesit, nëse është e vështirë që të flini në këto orare, mund të jetë për shkak të situatave emocionale. Kjo është koha kur fshikëza e tëndit është aktive, një organ i lidhur me vetpastrimin e situatave dhe fajit, sipas mjekësisë tradicionale kineze. Nëse e keni shumë të vështirë të flini në këto situata, është më mirë që të konsultoheni me një ekspert të gjumit, pasi kjo mund të lidhet me një sër faktorësh të cilët mund të krijojnë edhe shqetësimet tuaja më të mëdha në të ardhmen. Ndodh shpesh që mund të zgjoheni në mes të natës nga frikëra të ndryshme, por duke u bazuar gjithashtu edhe në këshillat e ekspertit, është më mirë që të konsultoheni ekspertët e gjumit për të arritur rezultatet e duhura që ju duhen për një cilësi më të mirë të jetesës. Nëse vuani shpesh nga pagjumësia dhe nuk dini çfarë të bëni, në mënyrë që gjumit ju zerë dhe të qëndroni në gjumë, pa u përpjekur që të flini sërish, atëherë duhet të rregulloni edhe dietën tuaj ushqyese. Sipas Sleep Speaker, në këtë video do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat duhet t'i shtoni në dietën tuaj. Ekzistojnë disa ushqime të cilat ju relaksojnë dhe stimulojnë gjumin. Le t'i zbulojmë se cilat janë disa prej tyre. Pagjumësia është një problem i cili lidhet shpesh me cilësinë e dobët të jetës, gjithashtu edhe nevoja për të fjetur është akoma më e madhe se ndjenja fiziologjike. Personat të cilët të vuajnë nga pagjumësia e dinë mirë se sa stresues është fakti se duhet të qëndrojnë gjithë natën me sytë hapur në tavan. Shumë prej tyre përdorin edhe teknika nga më të çuditshmet, bëjnë aktivitete për të ndjerë të raskapitur, por më kot, përsëri nuk flenën si duhet dhe kjo vështirëson cilësinë e jetesës së tyre. Por pak e dinë se një dietë korrekte dhe e balancuar mund të ndihmojë për të lehtësuar problemet e pagjumësisë në mënyra krejt natyrale. Për të fjetur është e nevojshme të shmangni ushqime tepër të rënda, si ato që stimulojnë siç janë për shembull edhe çokollatat, alkooli ose kafeinën në mbrëmje. Për më tepër, ushqimet duhet të përtypen më mirë për të patur një tretje më të lehtë. Ekspertët tregojnë se marulja është ndër ushqimet më të mira që dëshirojnë të përfshinë në dietën tuaj, do të ndikojë pozitivisht në aktivitetet tuaja ditore dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e organizmit tuaj. Jo vetëm që është e lehtë në dietën tuaj, por do të sigurojë edhe një gjumë më të mirë dhe komod në mbrëmje. Ekspertët e Healthline citojnë se orizi është një tjetër produkt natyral që mund të ndihmojë me cilësinë tuaj të gjumit. Ai është ideal për persona që vuajnë nga pagjumësia. Gjithashtu edhe bananet mund të shtohen fare lehtë në vaktet tuaja ditore, duke ju ndihmuar të flini më mirë në mbrëmje dhe të arrini gjithashtu gjendjen më të mirë të relaksit dhe të evitoni problemet që sjell pagjumësia. Nëse vuani prej kohësh nga pagjumësia, është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu komplikacionet e mundshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.